Në përfundim të shqyrtimit nga Këshilli, përfundimisht 5 anëtar të Këshillit përfaqësues të pakicës parlamentare, në mbështetje të neneve 73, 95, 103 të Kushtetutës, neneve 260, 288, 289 të Kodit Procedurës Penale, neneve 13 dhe 118 të rregullores së Kuvendit, si dhe nga analiza e fakteve dhe rrethanave të çështjes, rekomandojmë që deputetët në seancë plenare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të votojnë pro për miratimin e kërkesës numër 43019 protokoll datë 16 dhjetor 2025 të Prokurisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke vendosur dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes së shtetit e parashikuar nga neni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimit ushtrimit të një detyre as shërbimi publik e parashikuar nga neni 242 i Kodit Procedurës Penale në atë arrest në burg apo në shtëpi për deputeten Belinda Balluku. Në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ku ajo është marrë si e pandehur dhe person nën hetim për shkak se dyshohet se ka kryer në mënyrë të përsëritur veprën penale shkelja e barazisë në tendera për e pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim parashikuar nga ne 258, 2 e 25 të Kodit Penal. Në miratimin e këtij rekomandimi mbajmë në konsiderat sa më poshtë. Sipas jurisprudencës së gjykatës kushtetuese, pika 2 e neni 73 synon të mbrojë veprimtarinë e vetë Kuvendit, jo të deputetëve të veçantë. Për aq sa ajo mund të synohet si rezultat i procedimeve penale me sfond politik ndaj deputetëve të veçantë. Në këtë kuptim, vlen teksohet edhe qëndrimi i Komisionit Venecias, sipas cilit imuniteti i deputetëve nuk është privilegj personal i tyre, por qëllimi kryesor i tij, i imunitetit parlamentar, është mbrojtja e vetë parlamentit dhe në veçanti funksionimi i duhur i tij. Në këtë kuptim, Komisioni i Venecias ka mbajtur qëndrim dhe ka krijuar standardin sipas cilit duhet ekzistojë një prezumim themelor që imuniteti duhet të hiqet në të gjitha rastet kur nuk ka asnjë arsye për të dyshuar se akuzat ndaj deputetit përkatës janë të motivuara politikisht. Dhe paprekshmëria e tij duhet të zbatohet vetëm në rastet kur ka arsye për të dyshuar se në vendimin për ndjekjen penalisht të deputetit ka element partijako politik.